Zbulohet blerësi i fermës famkeqe të Epstein në New Mexico, ndërsa policia heton për viktima. Prona e njohur si ferma Zorro Ranch në New Mexico, që sipas dëshmive në dosjet gjyqësore ishte menduar nga Jeffrey Epstein si një vend për planin e tij të ashtu quajtur për riprodhim, është shitur dhe tashmë ka një pronar të ri, ndërkohë që autoritetet vijojnë hetimet për informacione tronditëse se në zonë mund të jenë varrosur vajza të mitura. Sipas New York Post, ranchi prej disa mijëra hektarësh u ble nga një kompani investimi e lidhur me biznesmenin Michael Daffy Jr., ish drejtuesi i lartë i Goldman Sachs në vitin 2023 për rreth $17 milion. Prona kishte dalë në shitje nga pasuria e Epstein pas vetvrasjes së tij në vitin 2019. Hetimet janë ndezur pasi dëshmitarët e burime të ndryshme pretendojnë se në territorin e ranchit mund të ketë varre të pa identifikuara që ka shtyrë autoritetet lokale të shqyrtojnë mundësinë e kërkimeve me mjete specializuara. Deri tani nuk kanë konfirmim zyrtar për mbetje njerëzore, por çështja po trajtohet si informacion që kërkon verifikim. Ferma Zorro Ranch ishte një nga pronat më të diskutueshme të Epstein. Aty kishte ndërtuar një kompleks luksoz, sipas dëshmive të publikuara ndër vite kishte folur për një plan çuditshëm për të krijuar një komunitet ku do të lindin fëmijë nga gratë që ai do përzgjidhte. Pas blerjes, pronari i ri nuk ka lidhje me aktivitetet e Epstein dhe nuk është i përfshirë në asnjë hetim penal. Megjithatë, interesi për pronën mbetet i lartë për shkak të historisë së saj.